Ndërsa po shkojmë drejt samitit të NATO-s në Hag, trazirat janë kudo përreth nesh, lufta shpërthen, normat gryhen dhe siguritë e vjetra vihen në dyshim. Në këto kohë provash, Gjermania dhe Franca, së bashku me miqt dhe aleatët europian dhe transatlantik, qëndrojnë të bashkuar dhe të fortë për të mbrojtur vlerat e përbashkëta, si dhe lirinë dhe sigurinë e qytetarëve. Burimi kryesor i paqëndrueshmërisë për Europën vjen nga Rusia, e cila ka zhvilluar një luftë imperialiste me pushtimin e Gjeorgjisë në 2008, pastaj të Krimes dhe Donbasit në vitin 2014 dhe pastaj të gjithë Ukrainës në vitin 2022. Objektivi i Putinit është të minojë sigurinë europiane në favor të Moskës. Por aq kohë sa zgjat kjo trajektore aktuale, Rusia do të gjejë te Franca dhe Gjermania një vendosmëri të palëkundur. Në samitin e NATO-s, Franca dhe Gjermania do të riafirmojnë mbështetjen e tyre për përpjekjet e SBA-s për t'i dhënë fund luftës me një paqe të fortë dhe të qëndrueshme, duke ruajtur sovranitetin e Ukrainës dhe sigurinë e Europës. Forcat franceze dhe gjermane janë tashmë të vendosura në kahun lindor të Europës si Kombe Korniz në Lituani dhe Rumani. Shpenzimet shtesë do të lejojnë të mbushin boshllëqet në aftësinë ushtarake përballë një Rusie revizioniste. Forcat bërthamore strategjike të pavarura të Francës kontribuojnë ndjeshëm në sigurinë e përgjithshme të NATO-s dhe Gjermania kontribuon në marrëveshjet e ndarjes së armëve bërthamore të aleancës. Të plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.